Përshëndetje dhe mirëmbrëma kudo që jeni, lutë Zotin të jeni shëndoshë mirë bashkë me familjet e juja. E njëkohësisht, neve kemi përfundu vitin 2025 me plot aktivitete të cilët ne keni mundësu juve. Viti 2025 ka qenë edhe inaugurimi i QKMF-s në qytetin e Mitrovicës, një mega projekt i shoqatës sonë. Gjithashtu kuzhina humanitare në qytetin e Kamenicës. Ju kemi thonë që jem në përfundim edhe të mega projektit në Gjilan. Përveç Gjilanit gati është edhe Podujeva. Shoqata jonë zakonisht çdo fund viti e bën një event ku prezanton aktivitetin e shoqatës gjatë tër vitit. Dhe në atë event inaugurohen disa nga projektet e përfunduara të shoqatës sonë. Me qenë se në fund vit ne ishim në Kosovën tonë fushat politike, këtë event e kemi shty, e do t'jetë me rastin e përvjetorit pavarësisë së Kosovës, ku do të inaugurohen 2 mega projektet e shoqatës sonë që kanë përfunduar. Projekti në Gjilan edhe projekti në Podujevë. Neve jem në emisionin e parë të 2026-ës, edhe këtë vit, lusim Zotin për neve dhe për juve, ta kemi shëndetin, edhe të na jep mundësi Zoti që mos ndalemi në këto aksione tona humanitare. Jemi duke punu në projekte tjera, prej tyre është projekti në qytetin e Prizrenit, gjithashtu edhe projekti në komunën e Suharekës. Do të startojmë këtë vit edhe me 2 mega projekte tjera, një në qytetin e Lezhës dhe tjetri në qytetin e Malishevës. Ajo që na rreh damari pa u ndal është përgjigjja që po e presim nga gjykata kushtetuese të projektit madhështor në Prishtinë. Na po rrim, po jetojmë, po frymojmë me shpresë që sa më parë të marrim përgjigjen edhe të nisim punimet edhe të këtij projekti. Zoti rujt e ju shpërblev tani ma jetimat e Ballkanit një karvan që nuk po ndalet e këtë ecje, shtyrje, jeni duke e ba ju, Zoti kur mos ju. Po shkojmë me storjet që i kanë përgadit stafi për sot, e kjo është storja parë. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Abri, komunë e Drenasit. Kemi ashtet me dorëzu qelësat familjes Bekimit. Bekim, urna qelësat e shtëpisë tre. Zoti ju shpërbleft. Zoti ju shpërbleft me mirësitë e tij. Amen, amen. Bismillah. Tashmë, veç jena në ambientet e brendshme të familjes Bekim dhe Maukut, na po ilona me pamjet se çysh ka qenë herën e parë. Fëmija vogël, këtë hapësinë që sa vjetë. Kusht e lejtë. Ato këto në herën e vëllazim morën, po problem se unë jam e stejnda. S'pesha së qaj. Po, shka do që të flasë, po me të pëshijen vetë. Nushtë e pa mundshme, përbanim jam keq. Unë jam Bekim dhe Maku pe Abris tepër, që një gati 4 vite jetojmë qitë vend që tu, një dhomë. Kushtet veç pëshijen që fara janë. Në pa mundësi me ban zgjidhe për shpi, është e pamundshme me këto pagë, me këto sana, unë e marrë një pagë veteran në gjonë që aja për harës nuk mjafton. Edhe më ka deshtë pa tjetër me kërkundim. Po s'ki alternativë, kur s'ki tjetër sa në qka.
Qera ose në paguaj, s'ka mundësi me dalë. Pa në kusht. Është në kusht e këne ato keq. Mu është pa kuzhinë, pa banjo. Tishat e shtrati që qënës jashtë, millin e kom jashtë. S'po dhja s'ka me ba, veç për një shpi. Loj, as si dalin barna me ble. Këna bon që ata që u po pjesë e jone, që këna bon të bon. Veç i laqe që tu që ka në friz nuk pidalin shtot veteranëve. Kështu se hu me nuk po. Pa ndodhë ka gjithë qka. Unë kam pensionit, kam stejnë, kam të ndyra, kam për cilë se shpesher fëmijat kërkohet diçka. Është problem. Kush ka mundësi veç sa për një shpise, sa me hangër e me pija pet për në animon dikush. A për shpi kur s'mendoj, unë për venas s'mujna kur me bo. Ky është i smut, fëmija një kam të vogjël, unë nuk punoj. Kush ka mundësi, Allah është për leftë, s'pa moj. Po ka mundësi me bo kush. Bekim, shtëpia e re, Alhamdulillah. 2 fjalë me na thonë, që shpo njësh. Mirë, Allah gjithë ata njerës që kanë kontribu edhe kanë bërë të mundshme që me pasën një shtëpi të re, ja mundsof ka një shtëpi në xhenet. Unë nështë s'kam që ka me shtu, po ju e keni pas gjendjen që ja kum pas më herët, tash u shkrej diçka tjetër, është një mirësi, një jetë ma e rej për neve, se kemi vërtet kemi vujt e këtu. Por për mu besaj që është një krejt një tjetër jetë, jem më të lirë, për çdo gjë jem në vend tonë, në tokë tonë, është diçka tjetër kur ki bazë, kur ki shpimi kry, ma shkurt. Me bunar po, ka uj, elhamdulillah, ka u mjaftu shumë uj, çdo gjë jemi, thoje se pa asnjë mungesë që na duhet për jetë. Kush do që çdo cent tek ka qitë, Allahu ja shpërbleft me mirësitë e tij. Na, po e lona me pamjet e shtëpisë të re, donatorët për ndërtimin e shtëpisë dhe hapjen e bunarit, i bëjmë publike në rrjetet tona sociale. Na po ja bëjmë për hajr. Faleminderit. Për hajr i koft, inshallah akzoni. Faleminderit. Zoti ju ruaj. Ba mirë, Zoti ju shpërbleft. Egzofshin shtëpinë e re e kësaj familje përveç shtëpisë së re, është hap edhe bunari, pra edhe uji i pishëm, fillim vet i ri me shtëpi të re. Egzof bashkë me familje. U gëzofshi bashkë me familje kudo që jeni. E të mirat për njerëz nevojtarë nuk ndalen. Ne jemi çdo ditë, çdo orë në shërbim të tyre. Storia radhës flet për një bamirësi tjetër, po e shohim. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Kamogllav, komuna e Frezajit. Jemi te familja e Halil Veselit. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re. Lel, urdhna çelësa shumë. Po, tani jemi vesh në ambientet e brendshme të shtëpisë të re Halilit, për ndryshe te kjo familje ka qenë pak më ndryshe se shtëpia ju pa djeg, edhe shoqata pa të marrë përsipër ndërtimin e shtëpisë të re komplet, na po i lënë me pamjet e vizitës parë.
Halil Veseli, Kumulov, fshatë Qarkeshve. Ka ndodhur në punë shpe, unë e punë këtë dhe më kënejna, dhe ma fjetës tem më ka arro, ka më pjerimës, unë. E këm, qësa e po shëm pjerimës. Dhe kërset këtë ishka nalta, mos se shka ke nuk e di, kërkëm e këm qilderën, kërkëm po flakën të kollë, i këm dalë e këm orë qiken, dhe i këm qitë me janë jashtë. Qika fjetë e këm, se qika shënë sa ban shkëllë, edhe e di se si nga fjetë qika, kërë e por zjarën fill, dola e kopa qiken, thmijen, edhe qita jashtë. Për me asasër ki selam pe Halilit që na morim komplet për sipër edhe shumë shpejt vjen firma dhe e fillan shtëpia. Falëndesh. Inshallah gëzani, shqyqyr që s'ka ndodhur diçka më madhe, na po e lona me pamjet e vendit ku ka ndodhur, ba mirë Zoti ju shpërblet. Halil, sot shtëpia më ndryshe. Po, jam më ndryshe. Falëndesh për juve. Mirë, për të familja. Jam i knasht, falënderit për juve. Po, pak më ndryshe akon, po, kryesore akrimi sukses. Falënderit për juve. Na po ilona me pamjet e shtëpisë tre, se qysh është bon, po të me ndërkodet ishin edhe pamjet se që ka qenë edhe shtëpia djegur. Listat e donatorëve do t'i bëjmë publike në rrjetet tona sociale. Ba mirë se Zoti ju shpërblet. Halil, vori me shtëpia edhe një herë, inshallah gëzoni me Inshallah i familje. zëmi. A ju falëndesh për juve. Edhe Halili bashkë me familjen e ti e gëzov shtëpin e ti të re nga komuna Ferizajt. Para kësa historie ishim në komunën e Drenasit. E tani e kem një historie të radhë, historie që flet edhe për njetin qëllimin e themelimit të shoqatës bëmirëse e Hetimat e Ballkanit dhe ajo është kuzhina humanitare. Atëherë ju kemi thonë që njeti dhe qëllimi jonë ka qenë të kemi kuzhinë humanitare, ku ta kenë mundësin familjet nevojtare të paktën një shujt të ngrët ta kenë të gatshme. Nga aty, duke falendru gjithmonë Zotin, mes plot sfidave dhe sakrificave, neve jemi zgjeru e kemi arrit sot në këtë ditë të sotit. Kamera jonë ka shku në qytetin e Prizrenit, aty ku kuzhina ka mbi 15 vite aktive, pa undalë heq, ku ushqen mbi 300 persona çdo ditë me nga një shujë ditore, dhe ne i ka sjell këto pamje që po do t'i ndjekim bashkë. Mas parë ju përshëndes, Allah e rujt Hoxhën, Halil Kasratin, Beratin, ta shokt në Lisonin, jemi në gjedet mirë shumë, para se më marë bukën jemi kanë gjenë të ranë, ta se alhamdulillah jemi mirë, e falemderoj Hoxhën, e falemderoj Beratin, ta shot një kjem të në Guzhinë, i falemderoj gërbeqartë, donatorët, Allah e shpërbleft me të anët mirat. Elhamdulillah jemi knaqën shumë. Që kemi një këtu me artë, zi shka me thanë, shumë mirë jemi. Qa kemi nevoj, qa kanë mundësi, nuk më kanë thanë asë njerë jo. Gjithmonë kër kanë pas mundësi, qa më kanë pas nevoj, më kanë thanë, Allah e shpërbleft. Jam e knaqën, në 10 vjetë 11 jem të marrë bukën këtë. Mas pare falenderoj Halil Kastratin, Hoxhën Halil Kastratin, të një donatorët, e falenderoj se për në një mujnë.
Edhe këta, si pa punojnë, këto na presin mirë. Që 8 vite. Valla e gjendjen e kum pas keq, më konë me një dhovë, që ta shadi mirë janë, ma ka dhonë bile me dhe banesën Alit Kastrati, edhe jemi të knaqet për ushimin. Shka marrim, jemi shumë të knaqet. Allah i shpërbleft ogjët, denatorët, këta djemëte. Shumë mirë, nuk e kem keq për përgjajq. Se shumë ma dirë, këtë sendet jo qërëtu, këto vilna, sukur, Allah i rëtë denatorët, shumë mirë jemi. Gajle nuk kemi bërë për që të buka di. Të kretë edhe me veshmathje. Në tonat mirat jemi këto. Shtash se i kam 3 fëmijë, i kam borë. Shtash shumë jemi mirë. Mos mu kanë këtu, unë jam vesh me një social, me shtesat e fëmijëve, borë nuk më puna. Kam borën pak pa qeva, dhe me njërë me sheqerë këto. Shumë e ka sheqerë në njërë. Shtash mos mu kanë këtu, unë zdi edhe që shje bëjnë. Unë e marrë që 5 vjetë e marrë këtu. Më pëlqen mua kështu qata aktive jetimet e Ballkanit. Shka të marrë, mua më pëlqen se s'kom ka me marrë. Jo me smute, veti 4, jo me smute pitomorit, nuk kom ka me marrë. Njerë për njerë nuk kom. E që tu falim e njës shumë piktive, shoqatës, jetimet e Ballkanit, që më bëm limojnë për bukë. I falenderoj shumë këta. Po shumë letë jam, shumë letë. Si kom i me ma bukën këtu, shumë jam letë. Atare kom pas kusët ma të keqa, tash ma të mire pak i kom si për marrë bukë këtu unë. Shumë gati në arrin këta. Në arrin gati. Na jemi të knaqë me këta. Si o qelët kjo, një 2 muj mas e kom marrën. Shumë faleminderit për Alit Kastratit. Shumë jam i gëzum të ajë. Edhe pëntorët i ka të mirë, edhe krejt i ka të mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë bukur, më ka liu që më kështë amaru. E më të likë shumë bilekë, pas dërë të likë, kom të shumë. Sa ata më njërë, atë të ushtimi, këtë bregullet, bukur. Të gjithë të amaj men kjo, sa vetë këtë bukën e betë. Zotë, e shumë bukur, e sjellë. Faleminderit për ty që në animojnë, se tonë është tonë, ata s'janë. Njëvë të tonë si njëvis. Kuzhina humanitare, prej aty ku ka buru gjdo aktivitet i shoqatës sonë. Na kemi 5 vjetë këtu në shtëpin e të moshuarve, por para se me qelë këtë shtëpi, me këta që po ushqehen në kuzhinën humanitare, jemi familjarizu. Ne i kanë tregu hallet, dertet, sikletet, mbi gjitha nevoja që kishë nevojë. Apo vjen bre Halil veç këshirë ku po jetoj, qysh po jetojmë. Dikush lypke ilaçe, dikush lypke zgjidhjet banimit, dikush veç një frishder, dikush veç një shporet. Prej aty kemi nisë me i mësu halët dhe nevojat e tyre. Dhe kemi nisë mu aktivizu dhe mu zgjeru me takate me mundësi. Shumë sakrificë madhe. Shumë sakrificë me këthy besimin e popullit për me ju dalë ndim këtyne familjeve. Po, alhamdulillah. Ka shumë prej tyne që në bo me shtëpi të reja. Ka shumë prej tyne që kjo kuzhinë ja u ka qelë dyrë të hajrit, se kanë pas të hyra prej bamirsave. Asne ju ka qelë risku i tyne
ka prej tyre që janë donator të shoqata jonë. Me qenë se u dha storja kuzhinës humanitare, kjo ishte e Prizrenit, në një emision e kemi dhënë të Prishtinës, kuzhinat tona janë në Voshtri, edhe në Janjev, edhe këtu në shtëpinë e të moshuarve. Çdo ditë që shtrohen shujtat, që shtrohen drekat, ipen, qoftë për ata që marrin me vete, qoftë për ata që ushqehen manën këto kuzhina, jeni ju ata që ju jepni këtë ushqim, jeni ju ata që i shpërndani këto shujte. Këtë vetë unë e paralajmërova që do të hapët edhe kuzhina jonë në Gjilan, edhe tjetra në Podujev. Muaj i shenjtë i Ramazanit po afrohet. Ata që janë donatorë shumë të hershëm veç i kanë rezervu iftaret në për kuzhinat tona. A shanca dhe mundësia të gjithë ju që keni dëshirë me shtru iftar për këta nevojtarë. Në Prizren e në Voshtri, në Gjinovc e në Prishtinë, në Janjev e në Gjilan, e në Podujev. Kontaktoni me shoqatën tonë dhe rezervoni iftarin tuaj. Rezervoni për t'ja mbush barkun atyre që kanë nevojë. Mbi gjitha, gjithë ju që dëshironi të shtroni iftar, tregoni Zotit me bamirësinë tuaj për hallet dertet e juaja. Kërkoni zgjidhje për çdo smundje, për çdo ilaç, për çdo sen që ju preokupon. Me bamirësi, kallëzoj Zotit, po e bëj njetë këtë sadak, këtë ushqim, këtë iftar, ma bën qëtë zgjidhje, ma jep qëtë ilaç. Zoti ka rahmetin e madhë, e lusim Zotin Gjeleshanuhu që të kem ymër të hymë në Ramazan, ta presim këtë muaj të shenjtë Ramazanit, t'jem në shërbim këtyre familjeve që t'ju shpërndajmë iftarin, e në fond, inshallah Zotin e i bën kabul gjithve, dhe inshallah është që kjo veprimtari, që kjo bamirësi, që na dhe të marrëm me vete atë dit, kur çdo kush do të na kthen shpinën, atë dit, kur do të na hudhin një kubik vaj për mi varrin tonë, do të jesim na dhe Zoti, na edhe që kjo veprimtari. Zoti ju rujt. Po vazhdojmë me storjen e radhës, shohim që ka përgatitur stafi për ne. Përshëndetje të gjithëve, e falenderoj shumë donatorët dhe shoqatën Jetimet e Ballkonit për këtë gest kaq të madh. Jam nga fshati Marali, komunë e Malishevës. Po vazhdimisht valla. Ka pas raste kena ble ujë, kena bojt. Kum pas gjithë na përkoj shi, po bonar themin s'kom pas personal. Vallai shumë atlet. Inshallah Zoti kur nuk i hub donatorët. Çdo cent që e kanë dhënë inshallah Zoti shpërblen, i ruan nga çdo rrezik. Uj i pishëm, i jetë, uj është jetë,
Zoti ju dhash jetë gjatë atyre që u bon sebeb edhe e bon me ujë të pishëm këtë familje. Të nderuar e të respektuar ju që përna shikoni kudo që jeni, Kosova jo në dashur kohën e fundit është përballu me vërshime në shumë vende. Jetimat e Ballkanit me njëherë ka shpreh gatishmërinë për t'ju dhënë ndihmë gjithë atyre që ka nevojë me kapacitetet tona në çdo formë, në çdo mënyrë. Neve veç jemi aktivizuar me pak ushqimore, kemi dërgu në disa komuna, jemi në kontakt me kryetarët e komunave që janë përballu me këto vërshime dhe gjithmonë jemi të gatshëm t'ju dalim ndihmë atyre që janë përrejh nga këto vërshime. E lusim Zotin lehtësim dhe jo vështirësi, e lusim Zotin që t'na forcon në punë tona humanitare. Është një histori e radhës që ne do shikojmë, pastaj kjo familje është këtu që do të jetë ftuar në studio me mësu më shumë rreth jetës, mbi gjitha rreth sprovave që po përballen në këtë jetë. Po ndjekim historinë. Qumë si në Banushi, në shatin me dvec. Jo kisha lut në atë mundësien e juve veç me pas një farë kulmi të shpijes, se nuk po vinë mundësit. I vetëmi jo metun e që të shpit vjetër, që ka mundësi, ata denatur kush ka mundësi, sholla Allah e shpërblen. E me pas bile një kullum bi kokt, edhe që ti po menej edhe për që djallë, milon diçka, e kush ka mundësi, ata që kanë mundësi. Që të se në krejt qka janë, këtu shëqnia mi kanë dhonë, se e din të punës vëllojt mi kanë dhonë, shëqnia të punës mi kanë dhonë, se mundësi që kun pas mi ble unë këtu, mundësi që ka mi ble. Unë punoj me 500 euro, që ato grune kam smut prej unazav, që borna që tu jënë, edhe s'po muj me adole as përidore, që ajo mundësia. E ju kisha lut, nëse ka mundësi të denaturët, kush ka mundësi me një mu për që qpi, vish për që qpi bre, për që qpi. Se për tjera sene, edhe që s'kam adi të senet keshët qënjëja, veç që të shpi ju kisha lut, ata që kanë mundësi. Pasha Zotin dyqysh. Nuk po di as vetë. Unë të kum kalzu, unë të sërrejt që të rrugë kam, po nuk po dalin pare, gruje, shoqja smut. Jo për jo, vate që se kja në kanë prej unazav, qafës. Prej unazav, prej tensionit. Prej tensionit. Unë në këj prej unazave, prej tensionit, prej muskujve, që shto kam dhim gryje, krahve, as po mëj me punu. Vallojt për që shpi ke mas shumë të gjithë e për men. Gjithë e për men që ti djali, që djali kam. Se ma shumë puna në kënë shpesë. Po ty be, vallojt e ma shumë, edhe në punë në shpe. Që ta dhe nga kanë një mu ma shumë. Kush ka mundësi vështë që të shpi, të për tjera që nësh. Qysh së është rënë është shumë. Nuk ka kalaj për një femën, edhe buken ma bën, pashat një Allah, edhe buken ma bën, pa që
Me hangër e jek edhe qajnë edhe krejt mi banë. Kur të më rëkë fort, që për momentin kesh të i pikë që ta shi loqet të ertë. Kur pa i loqet, kur pa që... Kur vëlloj pa i loqet, po edhe s'pondolin edhe pare, që tash edhe shtrejtimit në shta e dinin vetë që shkën bërë. Edhe juve ju kom thirë, kur kom pas nevoj që i kom nejtë shumë ratë kom nejtë, qashtu, kur të smuna, po më vjerën për ta, po më dhime djalli. Vesh që djalli kemë. 7. 7, në 12 vjet i ka. Edhe në shkollë, pëthërin, i kanë thonë, tash nuk ka më ti, i kanë thonë që hajtë se ti se ki shpinë e mirë. Po i kanë thonë. Nuk ka vaj. Edhe që të domë të lejnë, që e moni me këqyre dhe në domen, aja sa është për me flejt heq, aja ko e e. Aja vëqë sene ku më shti që ashtu. Aja është ketë në tokë, në dhejë. Zenja që su kur shupë me që ishti senet. Që këto moni me po që to flejt, djoli flejnë, që to flejnë, që to. Krejt të qame është, në krejt të qame, që kënejna qame, ka kriz. Unë e bëllë kur po pëtoft as me dalë s'moj që gjithë me gjampera, me sene, jo, kjes zgudzën me dalë as gjampera. Unë e zgudzën të pëtoftit heq. Dhe këtë durë po mdomin, edhe koma. Që kjo onë, sidomos me krye, me komë, me durë, me krejt. Pej muskujve, nuk gudzën të pëtoftit. Edhe krye të mpihet. Vesh pej muskujve, kumbo e ka gjetë zemrës, më kanë qute i zemrës, të krejt, se kur më rukun edhe më zindet fryma edhe kom të rejnë në gjëk se krejt. Më kanë thonë që vesh për muskujve kanë konstatu krejt, se edhe ka gjenë edhe e hënë e zemrës edhe krejt i kanë bu, vesh për muskujve e kam. Edhe për unaza normal. Për unaza qapës. Edhe ka puna se në për natën punoj në punë. E kam një punja për shemë. Ka rasti që në ditë natës më ka thirë. Hajde se jam smut më qupit tensionit e muskut e krejt. Nuk është letë, nuk është edhe letë. Unë ju kisha lutë aty me ata që kanë mundësi me ndimu vetëm për qitë shpi, me pas bile një shpi, një kolon. Po kush ka mundësi, Allah i shpërbleft, si që dhe vetë. Kush ka mundësi vesh për një shpi. Ata që kanë mundësi, ata që s'ka mundësi. Vesh për një shpi me pas qa milion që ti djali, se na apet i kena bo ka 50 vjetë që ki djali. Allah i shpërbleft kush ka mërsi. Unë shumë jam konkret, shumë qatë që kom menu dhe që po desë. Gjithë men jam shkët dhe kë. Se thëmë kush e këqyrë. Sinan Banushi, nga fshati Medvec, komuna e Lipjanit. Sinan e me bashkëshortën janë në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetë. Ka qenë ekipa jonë ju ka vizitum, ka bojë gjerime dhe e ndjekëm një histori e t'juj. Sa antari jeni Sinan? 3 antari jam, me shoqe dhe me një djalë, 12 vjeçar. Unë ju kisha lutë, kam nevoj për një shtëpi, ata që kanë mundësi me ndimu. Se që kjo shtëpi është që 50 vjetë, se mu baba më ka dek 35 vjeçar, 3 vjetë i kom pas kur më ka dek baba, edhe e shtëpi ka 50 vjetë. Edhe ata që kanë mundësi me ndimu për që shtëpi bile që ti djallit milan diçka. Ju kisha lutë ata donator që kontribuojnë, inshallah Allah i shpërblen. Amen, që shpëjetën? Unë të kalzaj drejt, unë në punë jam. Qa punën? Sigurim punaj, 500 euro i marë,
si që gjeni vetë, nështë e keni pati në gjëzimet, i marrë që ato pësu një dalë, se kam edhe jo me përmbarus të rrymes, kështu që ne kam smut prej nazav, paret s'pa dalin, shtrejtimet mëja, qaja. Çfarë moshe ka djali? Djali 12. Emri ju? Laure Banushi. Laure, na trego jetën tonë në pika shumë. Jetë katastrofike. Pse? Mas fori që është që kjo shpi, deri që u hinë punë kë, s'kena pas torna kërka. Djali si ka bu 5 vjetë, ja ka nolë socialin, e pa të nolë me qatë social, punë s'kesh. Kë privat ka pak qa punaj, kë qashtu. Qashtu. Tash pak po, me qitë rogës po mujna se une, po jo me smut. Edhe me rrymë, e që për momentin visaj ku më kry do në këcija që tash, mas vitit 3, edhe sot ku me marrë një në krapet. Për shka? Se tha, më kanë blokue muskujt, tha ki blokad në krah. I ku marrë dhe në këcija pak më ka nalla dhimtën e madhe, edhe ku më bodhe në qezim qapës, më ka drejtu qapa, që ata po kam problem krye. Edhe tash ku mi marrë sot në krah ku me marrë. Sa përshkojnë terapia ju i laqët? Vallahi, nuk bot java, pa shku me marrë në kësi, jo kërë kur gjuja katastrofë. Një natë e kumë thirë edhe ndihme në shpejt, e s'më i ke ardhë, se nuk kesh staf aty shumë, mjek. Tani, me nëzit dhe qyshje, më kanë shku qatë natë kumë nuk që potesë. Edhe kësë konë shpe. Shumë anë kanë prej ju, nazër shumë. Kësë patë konë shpe vesh me djallë. Unë për një shpi me pas, një farë strehimi me alon që ti djallit biles. Djallit unë nuk kam shanca me qitë rogë, me shpi sun maraj. Se pa kam obligime, kam përbarusin e rrymes, kje e smut, për donë pare, për donë. Na kam e të bërë që i më qëmë, neve. Një faridare kam edhe për shqimë së ndalin paret, se leje ma për tjera sene. 2 euro i kena bërë që të rrymes. Dhe me përbarus, për që ata s'po mujna mja dalë, që është duhet. A ju një më në i kush? Valhoj një vla. Një vla ka pak përdha i këtu në Kosovë, dhe i punan. Punan me kere, që shto, qaj qatë mundët me manë gjitë dorën ka pak. Ka pak, në një manë, që shto të për harqë diçka nëjse. A këni bo kërkesën në komunë? Po. Kërkesën e kom bo, po, komunë aty e kom bo, po... Mos të jena atë, për shpi. Njëherë, s'po ditë, s'ka kur gjë që shto, që sa. Që sa. I vetë me one jam aty shpinë që e kom, do me thonë, që shto të vjetër. I vetë me one jam. E këtu të na, keni bo kërkesë? I kom thirë kur im konë smutë, shumë, ratë me që, u a i shaftyres, atëhera së më punë su konë. Kush ka bo kërkesë të na këtu që është arë stafi? One. Nështë i ke po dhe vetë do video, do sene, që ishë ma u promë që ka bo të rojtë mrena. Mrena vëllaj që të që të si të ishë. Kur panorë kajtë. Ju po bohi me shpitroj. Allah është për blet. Allah është për blet. Inshallah ata që kontribuojnë, inshallah Allah i shpërblen tonë. Allah i shpërbleft krejtve, stafin e juve, krejtve, edhe kush kontribuojnë. Amen. Në qëto kushtë nuk dhe tjetë një më. Allah i shpërbleft. Edhe djali. Allah i shpërbleft tonë. Pas dhomën e vetë. Falemderit. Falemderit shumë. Allah i shpërbleft. Falemderit shumë. Përshëndesa. Falemderit. Falemderit shumë. Bëni selam djalit shumë. Falemderit që qëto është edhe ai. Na përshkojmë me një sigil të thejmë në misim. Sa po ju dha lajmi edhe kësaj familje që po bohan me shtëpi të re, e na jem për qëtë punë,
me ndërru formë tjetesës, me rilind edhe njëherë, me sana krejt të reja. E kjo është merit e juj ku dhe qeni Zoti kur mos ju humbë. Ky është emisioni i kësaj nate edhe njëherë këshill për të gjithë ata cilët dojnë që të vargohen në aksionet tona humanitare, qoftë me shujta në përkuzhinat tona apo edhe iftare, qoftë me pak ushqimore, qoftë me ndërtim të shtëpive, me bursa për fëmijë, jetim, me hapje të pusetave, me ndihmë të sëmuarve. Ne do i shpalosim gjiro llogaritë e shoqatës, mundësia ku ju do ta keni më lehtë për të ndihmuar familjet nevojtare përmes shoqatës sonë. Këto janë të dhënat e degës së shoqatës sonë në Zvicër, në Raiffeisen Bank. Gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje dhe kanë dëshirë mu vargu në aksionet tona humanitare. Këto janë dhënat e shoqatës sonë në Zvicër. E nga Zvicra në Gjermani, gjithë ata që jetojnë dhe punojnë në shtetin e Gjermanisë dhe dëshirojnë për me qenë hisetar të këtyre mirësive, aktiviteteve tona humanitare, këto janë dhënat e shoqatës sonë atje. Për shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jetimat e Ballkanit e kanë degën dhe përfaqësuesin e tyre në Amerikë, këto janë dhënat. Këtu në Kosovë, gjirollogaria e shoqatës sonë në Bankën Ekonomike, po ashtu është edhe në ProCredit Bank, edhe në Bankën Kombëtare Tregtare. Për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, shoqata jonë ka degën edhe atje, edhe këto janë dhënat e shoqatës sonë. Ju mund të jepni kontributet tuaja edhe përmes GoFundMe-s në shoqatën tonë dhe PayPal-it, dy forma tjera për t'ja lehtësuar donatorëve mënyrën e donacioneve të tyre. Gjithashtu, për shqiptarë që jetojnë në Kosovë dhe posedojnë vetëm numrin Vala, ju mund të ndihmoni me njerë shoqatën bamirëse jetimat e Ballkanit në këta numra duke dërguar një mesazh në numrat 55333 dhe 55444. Zoti ju shpërbleft. Kjo është emisioni i sotshëm e unë po ju përshëndes në emër tim edhe të banorëve dhe stafit, duke lutë Zotin t'ju jep çdo të mirë në jetë bashkë me familjet e juaja, shihemi të premten e ardhshme. Zoti kur mos ju humbë.